heret ishte ajo punë. Shumë heret, kur në Drenicu rrëthua një kullë lasht, në te ishte një flamur dhe një burr me lahut e hut në dorë. Atje, përsëriteshin amanetet e stërgjysherve. E pushka kishte filluar për dhe e për atë dhe. Sa bukur lidheshin krismat e pushkës legjendare me krismin e pushkës e Skenderit, për lindjen e re që i thonë liri e Shqipëri. Shumë herë u takuam me Ademin, me Hamzen, me Sandokanin, me Muj Krasniqin, me Skender e Gjepin, me Ismet Jasharin, u takuam me të gjithë. U takove edhe ti, edhe ti atje. U takuam të gjithë ne. E harruam amanetin e kullës e lasht. Ku është krisma qlirimtare? Ku është zëri kushtrimtari i liris? Ku është pushka e Skender e Gjepit? Ku janë pushkët që na sollën lirin? Ku është flamuri? Ku është ajo pjesë e Shqipërisë që i thonë Kosovë? Dëgjojeni. Të gjallët mund të bëjnë ç'të duan. E dëgjoni? Interpretin e ligjerusit të përjetshëm. Të gjallët mund të bëjnë ç'të duan, mund të harrojnë të gjitha, flamur dheja dhe, mund të ndajnë edhe Mitrovicën, por mos gabohet kusht i prekisht i komet tona, se për dheja dhe u bej beje se gjithë kujt i dhanë si ne. Ne presim zërin kushtrimtar të legjendes dhe do të ngrihemi edhe për te i madhi. Prej një do të behemi 1000, 1000 do të behemi, prej 2 do të behemi 2133. E unë shkova se kom për të bërë rrugë gjatë, kom për të kaluar në përshtigjet pa ka përcyshme në kthesat e këtij shekullit mrapsht. Kam për të takuar me shumë kolona krushqish që vinë për të festuar mbi dhe e atë dhe, mbi dhe e atë dhe, pa ne.